Pastaj në kohën e smoshme ne kena shumë njerëz që bëjnë shumë tepër komente abuzive në rrjetet sociale kur shohin një njerëz të famshëm nëse bëjnë ato ndonjë gabim ose ndodh diçka në jetën e tyre. Dhe nuk kanë asnjë farë mbrojtje me veten. Dhe këta betejë njeriu duhet të shkonen edhe heshtet veten. Dhe për shkak posaçërisht e mashkujt, ne jena mësuar që ti mbajmë këto sende në vete dhe mos i ndajmë dhe mos kërkojmë ndihmë se përndryshe quhet ajo si një nuk jeti mashkull, jeni paragjykim të madh ndaj këtij sende. Dhe këto sende janë gjëra që vijnë deri te smundjet e shëndetit mendor, smundjet e shëndetit emocional, pastaj ato tregojnë në trup. Në këtë rast, duke u referuar vetë figurës së Shpat Kasapit, ju nga se ai sa keni parë, po themi nga jashtë, a mund të themi se edhe Shpat Kasapi reflektonte këtë gjendje emocionale, apo thjesht ky është një hamendësim që mund të bëjmë në këtë rast? Si zakonisht ne harrojmë se edhe yjet janë njerëz. Do të thënë njerëz me emocione, njerëz me probleme të përditshme që çdo njeriu ka. Do të thënë edhe publiku shqiptar shumë mirë din disa raste të Shpat Kasapit, posaçërisht gjëra që na ndikojnë për së tepërmi. Nëse marrim gjën më të re që ndodhi këtë vit, do të thënë divorcimi i Shpat Kasapit. Do të thënë njeriu kur shkon nëpërmes divorcimit ka emocione shumë të mëdha që ndodhin. Po ajo është jo vetëm me veten, po edhe ndaj njerëzve që i donë më së tepërmi. Do të thënë këta sende gjithashtu i kanë ndikuar edhe Shpatit, po presioni do të thënë duke shkuar në për turneja të ndryshme, duke e mbajtur atë imazh ai dështë ta mbajnë për gjithë publikun. Këta janë gjithë betejë çdo artist në vete është duke i luftuar. Çfarë do duhet bëjnë në këtë rast figurat publike, qofshin ata artist, aktor apo njerëz të industrisë së botës së artit? Së pari, shumica e njerëzve në botën ku jetoj dhe në botën ku unë shërbej, ato gjithmonë kanë një ekip rreth artistave. Dhe më thonë, posaçërisht ekipin si eksperta si unë, që miren me çështjet mendore, çështjet emocionale dhe presionet e ndryshme që vijnë nga profesioni, por gjithashtu edhe nga publiku. Dhe një gjë që çdo njeri mund ta bëjë, të pyesin veten a marri frymë. Do të thonë, a marri frymë prej mendjes që është 24 orë duke punuar. A marri frymë prej emocioneve që i ndjej çdo ditë për çdo betejë dhe çdo gjë që ndodh në ditën time. Dhe a marri frymë kur vjen nga ana shpirtërore. Do të thonë, ai kushtoi vetes një kohë dhe japi vetes do të thënë liri që të investojë në gjëra më të shenjtë. Trupin tim, mendjen time, zemrën time, emocionet e mia. Për kur jena ne me veten mirë, ne mund t'jena mirë me çdo njeri rreth nesh. Dhe nëse shohim ne në industrinë e artistave, do të thënë, çdo menaxher i artistit duhet të ketë pak kujdes që mund t'i parashikone këto gjëra. Dhe do të thënë, kur e shefim në shenjën e parë të kërkojmë eksperta që të mund ndihmojnë. Po si zakonisht ne jena ignorant si njerëz. Do të thënë, ne ignorojmë gjëra që neve na smundin edhe trupin, edhe mendjen, edhe shëndetin, dhe besojmë se do të kalojnë shumë shpejt dhe jena në një rrugë shumë të shpejtë. Dhe kjo rrugë e shpejtë e karrierës, e pritshmërive të ndryshme, është ajo që neve na dëmton më së tepërmi. Duke u referuar në këtë rast edhe rastit të Shpat Kasapit që u ndan në mënyrë të papritur nga jeta, a mendoni se në këtë jetë kaq intensive figurat publike, këngëtarët gjejnë atë momentin e tyre për të reflektuar apo për të marrë me veten e tyre, apo rendin gjithmonë pas famës? Do të thënë, është një shtypje, një presion, pa marrë parasysh ai artist apo je dhe një lider i një kompanisë të madhe. Do të thënë, është një presion që gjithmonë të jesh në atë shpejtësi. Dhe gjithmonë kje pritshmëri të reja. Për shembull, si artist, pritshmëri të reja të ke një këngë të re, një turne të re, një gjë të re. Dhe do të thonë, fansa gjithmonë kërkojnë diçka të re nga artisti. Dhe kjo në vete krijon një pritshmëri shumë të madhe, një presion të madh. Do të thonë, ata edhe nëse duan të marrin kohë për veten,
ata janë aq të zhytur në karrierë dhe të fokusuar në karrierë, domethënë për atë the next trend, që harrojnë të bëjnë të japin frena vetes dhe të kërkojnë gjëra që e ushqejnë mendjen, ushqejnë emocionet dhe bëjnë një mirëkuptim dhe një marrëdhënie me veten që është e shëndetshme. Ju shkruani se artistë si Shpati nuk vdesin thjesht nga dështimi i zemrës, por ata vdesin nga një jetë e jetuar pa hapësirë për të marrë frymë, dhe duke u referuar kësaj sentence tuaj, çfarë do duhet bëjnë artistët në këtë rast dhe njerëzit e botës së artit për të shmangur tragjedi të tilla? Kur e thash këtë, e thash për shkak se kam raste me vite që kam punuar me artiste të ndryshme, por gjithashtu klienta që më erdhën më vonë për disa artistë siç ishte për shembull George Michael, kur më tha në sesion, Tony tha të kisha ditë më parë do t'ja kishte shpëtuar jetën. Dhe kur e thash këtë, flisja për realitetin që shoh çdo ditë te klientët e mi në mbar botën, pavarësisht kush është klienti. Nuk është organi që dorëzohet i pari. Këtë një gjë që ne si shqiptar nuk e kena në kokë. Është mendja e pajetuar, emocionat e të padëgjuara, është shpirti i pambajtur dhe presioni i panegociuar me veten. Në këtë rast, këshilla ime është tepër e qartë për çdo njeri, për çdo artist. Krijoni hapësirë të rregulla të marrësh frymë çdo ditë, frymë emocionale. Atë që kërkon më së tepërmi është qetësi të trupit, qetësi të mendjes. Për shkak se shumica e njerëzve mendja e tyre është si një lum tepër i turbull dhe i shpejt. Dhe kërkoni mbështetje profesionale. Për mua është të kënaqësi kur shoh klienta shqiptar nga gjithë bota në trajnimet e mia të Climb Greater Heights ose në konsultat që vinë në London përmes Zoomit ose ata që prenojnë konsultime kur vinë në trojet tona në Tiranë, në Shqipëri, në Prishtinë. Dhe mos harroni se trupi yt, mendja yte është vetmja gjë që do të vinë deri në frymën e fundit me ty. Dhe më thonë, kushtoni për tepërmi kujdes shëndetit mendor, shëndetit emocional e shëndetit fizik. Pse njerëzit i injorojnë shpeshherë këto shenja duke thënë se ai është i fortë, do t'ja dalë apo gjëra të tilla, pra qofshin njerëz të zakonshëm por edhe figura publike? Së pari si meshkuj, posaçërisht meshkuj shqiptar, ne nuk na ka mësuar prindët tonë se si të i përballojmë këto sfida emocionale dhe si të i përballojmë stresin dhe gjërat që neve tash në kohën e sotshme kena plot mundësi të mësojmë dhe të kalojmë. Së pari është guximi, neve na duhet guxim, por është guximi i shëndetshëm kur ne e dim se ku e kena limitin ton. Se ne si shqiptar, për shembull, nëse makina jonë, nëse kete një makinë tepër si Bugatti ose një Ferrari, ti si pronari në makinës me njerë kur e ndigjon një zë të makinës shkon direkt ke inxhinieri i makinës që të ta rregulloni makinën. Por për veten kur e ndigjojmë këta signale ne i thojmë vetes, do të kalone. Ose marrim një hap, ose marrim një aspirin, ose çfarë do të jetë dhe ngadal trupi nuk harron. Dhe shenja e parë, pa marrë parasysh nëse njeriu është fizikisht ose emocionalisht i smur, është momenti kur duhet të kërkohet ndihmë. Edhe njerëzit që i kanë klientë në botë, ata e kanë kuptuar këtë me kohë dhe nuk presin ata moment. Ata kërkojnë ndihmë para se më ndiku diçka në shëndetin e njeriut. Dhe njerëzit zakonshëm dhe figurat publike duhet të bëjnë vlerësim të rregullta emocional dhe fizik, për shembull. Nëse ti jeni menaxheri i një artisti si Shpati, ai ke këto procese, si zakonisht janë këto procese që ju ndihmojnë edhe klientave të bëjnë në jetën e tyre. Të flasin hapur për çështjet e tyre, a është stresi, është divorci ose diçka tjetër. Dhe gjithashtu publiku jonë të jetë më tepër i ndërgjegjshëm dhe si ata reagojnë në këto sende. Se unë veti kam të kaluar disa sende që, domethënë, ti merr disa komente për njerëz që nuk janë edhe njerëzore.
posaçërisht nuk janë as shpirtore, po as fetare në të raste. Do me thonë, ne kena një gjuhë, një fjalor tepër të vëbekët kur vin nga ana një njeri në jetën publike kur ndodh diçka te ai njeri. Do me thonë, ne mund bëjmë 99% të mira, një gjë që një njeriu e paragjikon, ata menjëherë i zhdukin të gjithë 99% të mira. Do me thonë, njeriu duhet të kuptone se çdo njeri i ka këto beteja, po edhe ty si njeri duke i pa një artist që të i kalon këto beteja.